Miqtë e gazetës Infokuz dhe televizionit Duga Gjini, por rikthehemi me podcastin e javës. Natyrisht, vani shkoj edhe një herë në zgjedhje, pa dëshirën e qytetarëve, pa vullnetin ton, por për teke politike. Ajo çka e kemi pa javën e fundit është akuza, kritika se kush ke fajtor që vani shkoj edhe një herë në zgjedhje. Për mua dhe për krejt ata njerëz që i lexojnë, e kanë dëgjuar jo sekuenca të një partije politike ose një subjekti, ajo dihet përgjegjësia dhe faji është i partisë në pushtet, të cilës qytetarët ja dhanë mbi 50%, 50.1% të vota, ndërsa vendosi që mos me pas asnjë kompromis me parti tjera opozitare për me zgjidh presidentin. Edhe vani shkojnë në zgjedhje. E kam të ftuar Ermal Sadikun, një inxhinier, një profesionist, një shembull të mirë se qysh nga biznesi privat, nga iniciativa kam rri me kon model me këtë shoqëri qysh mundet me ecë përpara. Ka hyrë politik që unë e kam vlerësu për guximin edhe për kurajan që ka pas, me, si me thonë, duke qenë shumë mirë i akomoduar në punën e tina, me dhoni kontribut për këtë vend. Ndërsa sot do të shohim sa është i zhgënjur me këto pak ditë që ke deputeti i Kuvendit të Kosovës. Ermal, faleminderit që erdhe. Mirë se u gjeta, shumë faleminderit për ftesën. Qëto hyrjet i bëjnë kështu spontane, qysh do që të më vinë, në plan e pata me dhon shumë vlerësime për kompaninë e për kontributin që jep, jo, se unë shpesh herë i tham që ka herë shteti nuk ka mujt me i përcjell, si me thon, kreativitetin edhe gjinshmërinë e njerëzve e trive sa kanë ditë me u zhvillu. Edhe ka njëherë kjo që pushteti ose shteti që duhet me kanë shtylla kryesore që edhe inkurajon edhe mbështet edhe i jep krah me u zhvillu, ka njëherë më shumë na u kanë shndërruar në problem. Po, nashta edhe nuk duhet bre shteti me u përzi shumë. Shteti është i vogël i Kosovës, nuk ka shumë buxhet, nuk ka shumë. Po na imponon në fakt se s'po na përzihet nashta kështu në nashta na e shohim shtetin shumë si shprehje se nuk ish dashme pa, nashta shtetin i dashme pa si detyrë, e jo shpresë. Po në anën tjetër ka gjana të mundet me i bo, po unë që më dëshpëran shteti jonë si koncept të mungesa e vizionit që konkret. Unë nuk menoj që shteti jonë ka një vizion të qartë, ku e shë vetën mas 5 vjetë, 10, 20, 15. Hala nuk e na kriju mas 26 vjetë koncepte thelpsore se çka po dojna me bo, me çka po dojna me marë, me çka kena me u marë. Edhe këto nuk i kena integru as në sistem arsimor, as në fush veprimtari ekonomike, as kur gjë, dhe më thonë ka kopje të njëri tjetrit, ka investime ad hoc edhe pri bizneseve, edhe pri shtetit, sepse s'ki vizion. Dhe më thonë më kujtohet si fëmijë, nëse besoj të kujtohet aty, kur i patëm dëgju, nashta fëmijës kemi qenë tri, kur i patëm dëgju disa ideja pi presidenti Rugova, kur folke për e qelë kumbullave të kujtohet, ose për qenë shartë, shumë shpesh dikush edhe i ka përqesh si ideja. E tash në 2026, thëna ndoshta edhe nuk janë konë fare ideja të këshiha ato. Ndoshta që ashtu kryot vizioni, kur kryon produkte thelpsore të shtetit. Për te biznesit, aja sot promovohet si kulturën një kombit edhe një shtetit ri. Shumë vërtet. Edhe shqiptarët kanë mujt me fillu me u ndërlidh me disa gjana të tilla, se mas luftës e krijon të qitë kulturë. Mas luftës të fillon krijon kulturë qytetare, edhe e mbjell që dashni tek fëmijët edhe te të rit, edhe e mbjell që vizionin se qysh me pa ata. Domthon këto idejat kur gjun diçka bërllog, nuk është që veç e prish ambientin, ti e prish kulturën. Duhet me kuptu që substancë njerëzit. Nuk është që veç e ke gjujt një letër, po ti i ke tregu të rive se qashtu gjuhet letra, qashtu prishet. Që kjo thelbi është që kjo. Njerëz dhe mendojnë që nëse veç hudh mbeturina, është problem veç i ambientit, edhe i pastërtisë. Ma thelpsisht është problem se qysh për reagon ti ndaj pronës së përbashkët që e kena. Kur ti bën zhurmë, nuk ka problemi që dikon e dëmton veshin ose e ke çupi gjumit. Problemi që e ke dëmtu ambientin e përgjithshëm se ti ja u ke shti trive në kryqi, po bëj ka me... Kjo është esenca. Ermal, jo me justifiku, po nashta me onal pak me trajtu pikrisht qëto, që one munona me i dhon hapësirë si problematik. Për shembull, që ti në orientimit, ata që e thatë edhe jo, që nuk ka shteti, është dash me pas strategji.
Një prej aty në fushave ku jeni edhe ju, veprimtaria biznesi i juaj. Shërbimet sot që i ofrojnë një pjesë e madhe e kompanive, e që është aset i jashtëzakonshëm për shtetin. Po menoj edhe në aspektin e punëtorëve që kanë pagat të mëdha, po edhe në aspektin sa vinë pare për jashtë. Është pjesa komplete e shërbimeve në IT, në programim, sot ty me ka 200-300 veti kanë kompanit që dhonë shërbime edhe për telekomin Zvicran e për plot kompani tjera. Asnjëherë ti nuk e ke pa ose nuk ka një vizion i shtetit, me thonë, okay, rinia jonë e din gjuhën angleze, jun të përshtat shumë me teknologjinë, po ka resurse edhe po ka mënyra kur ti prej këtu sot punon, edhe nrrin standardin e vendeve ndoshta më të zhvilluara në Evropë. Ndërsa iniciativa private, individuale, pa asnjë mbështetje të shtetit, ose edhe pa investime, se nëse shohim i kthehemi edhe të shkollimi. Ti e pa që tregu, trendet globale në dy shkuqanena, ti halaj ki juridik ekonomik aty. Domethënë që kjo është arsyeja pse na sot unë mendoj që edhe politika e ka kap peng edhe si themi edhe kreativitetin edhe mundësinë për me lëviz njerëz. Se po imponohen çdo tema. Ku na që 2 vjet jena aty fol për zgjedhje, jemi ty me zgjedhje, edhe ti sot nuk i ki veç iniciativat individuale private që janë ty heçanena. Përveç që nuk ka, këto shkaktojnë edhe shqetësime. Në një treg, çdo treg normal, ti e din, ekonomia goditet edhe veç për faktin që ti ki tensione politike. Jo që interferon direkt. Nuk shko pushteti, ose partia në pushtet, ose politika mjau nal biznesin atje. Po vetë fryma që nuk krijohet një ambient i mirë i të bëni biznes, njerëz sot nuk janë sigur, si me thonë me pas një farë sigurie politike, veç ndalja ose të kurrja e biznese. Më thom tani që sot kemi në një fazë ku në të ikë milionat e shtetit, që kjo domi ma. Që tu shka ish dash me bona, edhe ndoshta aukon që kjo qëllimi që ke hynë në politikë. Qërë me pas funksionu gjithë shka mirë në këtë vend, edhe unë nuk po thëm mirë në aspekt me qenë diçka perfekte, unë me pas qenë 1 deri në 10, 6, 7 mirë, të kënaqur unë s'kisha pas nevojë me një politikë heq, se megjithatë unë jam pa përvojë të madhe në politikë dhe pa përvojë të madhe mos them diplomaci edhe në analiza tilla. Unë kam pas përvojë në inxhinieri dhe ndërmarrësi. Po kur e shef ti që gjanat nuk janë të rrjedhë ashtu që spakun, pikpamjes teme ke imagjinu, ose ke shpresu, ose e ke mendu në bazë të asaj që po e lexon edhe po e shef, jo vetë shtetet e Evropës, po edhe shtetet e rajonit, atëre, si më thonë, s'ku mujt ma me duru edhe kom thonë, normal, ose del krejt për kësaj teme, edhe ik për Kosovës krejt, edhe mos u merma me këtë punë, ose hinë edhe provon me ndryshu diçka. Se veç mu anku nuk më rrinë kur gjë. Edhe unë për ta fillu, u mërësha me analiza politike, dhe që në emisione, veç ankesa, kritika. Edhe këmë thonë, nuk më rri kur gjë të anku, nuk më rri, nuk është luftë e drejt kjo. Hajde hinë mrena, luftot t'i vetë, provoj e pak që është, provoj me ndru diçka pri mrena, edhe tani kitë drejt, ose mu anku, ose kitë drejt me më shelgojen, edhe mos me folë për këtë punë. Që ka qenë ideja, mendoj që muj me bo diçka pak ma mirë se që është bo dhe i qitash, mos me mendu që të nuk isha marrë me këtë punë, isha vazhdu me u marrë me jetën tem, edhe ka qenë vendim pak i vështirë. Në fillim, kur kam bisedu me disa lider të partive politike, ideja ka qenë me bisedu për ekzekutiv, dhe me idenë që nëse veç vjen në shprehje njëna parti politike për tyre, une me ndihmu në ekzekutiv, po si me thonë nuk jem mësu me më falë dikush diçka, s'kom dasht, kom shku në shpe, kom thonë që nëse ma falë dikush një pozit, ose ma ofra një pozit të ministrit, ose zavens ministrit, diçka caktume, nuk kom e dit me bo punën mirë, edhe nuk kom e mujt me bo qatë punë mirë. Edhe kom thonë adin qyshën e përdu me hi, me provu me luftu, edhe me fitu qatë poziteme, me fitu me vota, me fitu me punë. Se mendoj që një politikani cili merr një përkrahje për popullit është politikan shumë më i fuqishëm me ekzekutu një punë, se sa një person i cili ju falet që ajo punë ose ju ofrohet. Pa marrë parasysh a e ka meritua se ka meritu, pa marrë parasysh përgatitjes e tina. Në politik valutë për rëndësishme është vota. Edhe vota, kur t'jepet një pozit përmes votës, ki edhe një farë fuqie pak më të madhe në vendimarrje, edhe sado që ka qenë shumë vështirë se i kisha digon 18 ditë komplet në 19
për me hi me një list, për me bo do pak fushat, sa kishe ko për mu pregadit. Kom thonë, po du me luftu se mëne që është ma e pastër, ma fair është, ma demokratike është që kjo luft. Sa da që mënë me të godit, se nuk është prit, edhe kjo ka qenë arsyeja, pastaj normal si LDK patëm një rami edhe, si me thonë, suksesi jam personal nuk më kalon shumë as me u gëzu, se kur bjen partia ti ngritesh, si me thonë, është një farloj lufte e brendshme që ka qenë pak po thëmë, goditje. E ka Mike Tysoni, e ka një fjalë shumë bukur që thotë everybody has a plan until they get hit in the face. Se cili e ka një plan dhe i rësos goditën në ftyrë. Edhe tash planet e mija dhe i se morëm një goditje në kondryshe, po pastaj do t'ja njësë për fillimet me riplanifiku dhe vazhdova jetën si deputet për cilën unë nuk e kom prit. Normal, kuptoj shumë qartë, po profilijat për mu edhe për shumë tjerë u kom ndoshta modeli maj mirë se ke kap, se themi, bajrakun, me nxjerrë në sipërfaqe ose me bën presion të politika për shumë probleme me cilat është një numër i madh i njerëzve sot në këtë industrinë e shërbimeve, teknologjisë, inxhinierisë që ballafaqohen. Se nuk është treg i brendshëm ku ti sot mundesh ose nuk është treg të cilin këta janë mësu, jepja një tender, merr janë një 20%, jepja krye punën nëse kry punën, mirë po është në përtej qytyne korniza ose qëti habitatit ton të vogël që jemi kanë. Apo dhe u kanë shembulli mirë që ti ke nxjerrë në sipërfaqe dhe që tu, shteti du të me kanë me një mu që saj qytyne njerëzve i saj industrie, për shkak se ka potencial jashtëzakonisht madh. Pe aty në probleme me cilat ballafaqohemi edhe në mediat, sot ku ti smunësh të kitëzash me kontaktin. Shpesh herë i thëm edhe Facebooki, Google edhe rrjetet sociale hala sot nuk na njohin për njerëz barabartë, sikur me vende tjera ose sikur me qytetarë tjerë të Evropës. Prej që ti kanë vështrimin, ndoshta janë pak ditë në kuvend. Po a ke pa që është mundësia përmes politikës mi çu përpara çto probleme ose me pas me një gjurmë që i kontribuove diçka një grupi caktuar shoqëror ose një industri e caktuar. Adin, ka njerë mas thjeshti me spjegu që cënë është, anglisht thonë you follow the money. E një ku po shkon parja, edhe e vrenë se çka është ideja edhe çka është vizioni dikujna. Edhe nëse e këshyrëm parën e shtetit edhe i munu me thonë plot emisione, dhe dhona një budget që e kena që po them dikun 4 miliard, pjesën më të madhe të bugjeti e qojna në transfere, subvencione, grante, rroga, pensione, gjanat e tilla. Që shumica për ty një normale, po kur e shpenzan të këtë bugjetin që hapsir, ti nuk len pastaj hapsir edhe pare edhe nuk len për me shpenzu në investime kapitale ose në vizion pak më të qartë. Na shumica investimeve edhe ty në subvencione edhe grante i kemi në agrikultur, i kemi në subvencione tjera, i kemi pastaj do ndihma që po shkepen edhe do gjana të që nuk dhon efekt në zhvillim ekonomikas, në zhvillim profesional. Afat shkurt për majtje të pushtetit, po jo për zhvillim të shtetit. Në moment kur ti bën gjana të tilla, ti vërtet e mon pushtetin, kjo ndodh në plot vende në Ballkan. Ndodh në vende në Afrikë, ndodh në vende në Amerikë Latine. Zhun tjetër quhet blerje e paqes sociale. Po blerje po në anën tjetër ish dash me pas një guxim një politikan që me bë gjana jo popullore, por gjana zhvillimore. E ajo nuk është bashkë lehtë kur ti votën e kit vetëm vizion, edhe vetëm qëllim. Edhe është vështirë sepse vërtet populli në këtë rast nuk ka faj, se ai popullit ka zgjedh ty për me pas vizion. Populli është ekonomist, mjek, jurist, kamarier, taksist, ai ka punën e vet, është tu mundu me bë punën e vet, ai po të voton ty, po thot shko bën zgjidhje për fëmijët e mi, për mu, edhe po ta beson ty çacen. E ti nuk po bën zgjidhje për to, ti po bën menaxhim të fukarallakut të ekzistues. Kur ti e menaxhon fukarallakun, nuk ka shpresë për pasuni. S'ki vizion që shme nxjerr prej fukarallakut, po ti po tanë me menaxhuja. Edhe ç'kjo tash, edhe nëse e marrim me këshyrin për shembull teknologjinë si industri, në Kosovë mas pare kanë mshel një ministri që ka qenë fillim Ministria e Inovacionit të Ndërmarrësisë.
për mu personalisht ministria më e rëndësishme në shtet, sepse I kena dy pika këto, inovacionin, e inovacioni ka bot kuptim shumë gjanë, sepse inovacion mund me pas në secilin industri, edhe në agrikulturë, edhe në këtë industritë e tjera, edhe në arsim, edhe në shëndetësi, po edhe në ndërmarrësia për mu, si pak më I djathtë që jam në ideologji, është thelbi I zhvillimit të shteteve. Nëse ti nuk e kultivon, financon, ndihmon ndërmarrësinë, ti nuk mundesh me zhvillu shtet, është e pamundën, ti nuk mundesh as këtë shtresën sociale me ngrit. Sepse tu mundu me majt shtresën sociale jo të varfër, s'po di shumë I thon tjetër, se me menaxhu fukarallakun e tyne, ti po e dëmton tani edhe shtresën tjetër që duhen me përparu. Këtu nuk është bo as politikë sociale, shkelzen. Se mu pas bo politikë sociale, kanë mujt mi prek taksat. Me ngrit taksën dividend, që s'ka, me ngrit taksën në fitim, nuk e kam prek. Nuk kam prek kur gjatë diçka që me thonë, po du pak shtresën e pasun me amar, e pastaj me investu. Që e barazia sociale, ose kjo... Po, nuk është bo gjatë atil. Hendekun mes pasri dhe të varfrit me shqute shtresa mesme. Qa ka ndodh, kam bo politika për mu shumë çuditshme. Për shembull, sot jepen pare për fëmijë, që jepen ka 20 ose 30 nduket mujt, po ato jepen secilit fëmijë, edhe atyne që janë multimilionera, edhe atyne që janë shumë varfër, edhe atyne që janë të mesëm. Ose grave lehona që jepen edhe një grua e cila është në 1% më të pasme në Kosovë, njëjta pare, edhe një grus e cila vërtet ka nevojë për çato pare, se që ai ndihmon që me menaxhu jetën e vet si lehon. Në përgjithësi janë bo politika jo të mendume mirë për aspektin afatgjat, po të mendume super mirë për vota edhe për me majtë pushtet. E kjo, qëre, është shtirë me e thonë se dikush I ik goditjes populizmit se mundet me e prek vota, po përbes për çata zgjedhën lider. Jo, na duhet me thonë që edhe ka pas efektin e kundërt, si me thonë në ngritjen I mirëqenies qytetarëve. Se na e kemi po edhe me statistika dhe me raporte, madje që I ka qitë vetë Ministri Goran Murati, ti e ke thellu krizën, ose e ke thellu numrin e njerëzve me asistencë sociale. Pe 75.000 vetë ka shku në 90.000, 90 ose 95.000. Edhe kjo shtetet e zhvilluar, edhe shtetet e mëshme, njerëz të mëshëm nuk e bojnë shumë, edhe për një fakt tjetër. Për shkak se ti më shumë jetu I inkuraju njerëz, si me thonë, ai mos me pas një stabilitet me rrugë, ai mos me lodh shumë me menu e me u zhvillu e me siguru një mirëqenie më të mirë për veti, për shkak se ti her pas here I nshon në ndihma sociale kështu me ka në mos. E që kjo, unë e menoj që e ka shkaktu një dëm shumë më të madh. Po, edhe me numra me I këshyr, mas pari qytetarë të mirë e dinë edhe vetë, sepse e shohin sa blejnë kur shkojnë me ble bukën edhe mishin, edhe kur pagujnë rrymë, edhe kur pagujnë naftë, këto zanat e tjera. Po edhe me numra me këshyr, do të thonë, rritja reale e brutoprodhimit në 4 vitet e fundit është më e vogla, ndër më të voglat që ka qenë ndoshta në histori, nëse e largojnë kohën e pandemisë, edhe një farë krize tjetër që ka pas qenë në Greqi që pastaj ndikoi këtu. Kjo është më e vogla, viti 2025 më është shumë më e vogël se është parashikuar. Deficiti tregtar është më I madhi, që do të thonë kur më shumë s'kena largu pare për Kosovës, se sa që kena pru pare në Kosovë. Do të thonë, importi është shumë më I madh se eksporti është rrit, po importi është rrit edhe më shumë. Dyfishon, 4 miliard. Kur më shumë nuk kena ble rrymë, kur më shumë nuk kena pas probleme në arsim, në shëndetësi, jena të fundit në pisa, vazhdojna me qenë, vazhdojna me qenë të fundit në numrat shtretërve për kokë banori, në asfalt shtrum viteve të fundit. Krejt këto janë numra që janë të matshëm, që janë përbes shihen edhe në kështu vetë. Edhe kanë jetë thëmë gjëgja, unë jam tash subjektiv këtu edhe ndoshta mu I milon spin politik për shkak të bindjeve të mia politike ose LDK si parti që një dikaj. Po mas leti qytetari ka me marë, më nëmërona me thjeshtësu këtë sen, me thonë me marë një veturë me dalë musil në për Kosovë dhe me vozit vetë. Shko vozit Prishtinë Podujevë, shife rrugën vetë me sy, edhe shife rrugën Prishtinë Ferizajë se Prishtinë Shqipëri. Edhe llogaritë pse e ka dhënë votën ose çka ke shpresu 6 vite më parë. Ç'është e mundën që rruga për Gjilan hala nuk nisi që 6 vjet.
shështë e mundën që rruga për Gjakov halasht, ka qenë keq, ka mbet keq, ose për Mitrovic ende nuk u kry, dikush thot po unis që 20 vjet, po bre, po për 60 vjet nuk kena përmirësime, kanë bo premje shëritave 3-4 ere. Dhe më thonë, ka pas copa të vogla të suksesit, po kur e merr me këshy në general, i pyet njerëzit kryesorën qeverisë të tregom i 5 projekte kapitalit maja, s'mujnë me t'i numru 3. Ndëgja kjo, mujna me folë nga gjithë ditën me bo kritika, dhe nuk është ideja gjithmonë veç me kritiku. Ideja është pak me qenë me dhonë edhe ide, edhe me dhonë zgjidhje, edhe me dhonë që e ka qenë qasja e me në politikë, këmë thonë, okej, mos u merr shumë me kritika, se kritika s'male. A ke mujt me vrejt termal, ose a ke kuptu të qytetari, sakt kështu, që to janë dukshme për çdo ditë. Inflacioni, e prekim për çdo ditë. Krejt çdo tema që flasëm na çdo ditë në çdo paraqitje publike, që to nuk janë diçka që i kallëzojnë ana qytetari që ka me ardhë. Se me thonë që kë pushtet, me çdo politika që shtu, mas 10 vjetë mundë na shtu. A vëden? Se na jena ty tregu që kam të ndodhë sot. Nërsa anën tjetër e sheh që në dy palë zgjedhje vazhdoj me qenë një mbështetje jashtëzakonisht e madhe. Edhe ai që ka shku për Gjilan, te ai bypassi ku e ka dëmtu çdo ditë veturën me shku edhe me pa një urë të Badovcit që i ka bërë 3 vite me u ndërtu, 7 metra gjysë është. Edhe ai prap thot, okej, po kjo është në rregull. Ku është problemi ishte? A e kemi një shoqni që për një me duhet, si me thonë, me aqit deri sa një pushtet t'ja qet kamën qaf, e të shojnë mirë që t'ja vjedh edhe bukën magje aty. A është që nuk ka alternativë qytetari, që ka hup shpresa ose ka hup besimi nëse, a është propaganda e cila po vazhdon me qenë, si me thonë, e njëjta, mas 6 vite në pushtet, është e njëjta sikur me konë në opozit. Që ma shumë po nxit, ose po imponon debat në politik, se sa vjell para 6 vite, se sa çka ka ndodhur 6 vite e kënin. Mendoj që është kombinimi krejt këtyne që e përmende, cilat po rezultojnë ashtu. I gjithave. Dhe mendoj që ki drejt nëse cilën ka pak muj me i dhonë, unë e pak subjektivisht njënës ma shumë fuqisë tjetërës, po në realitet gjitha nga pak. Është e vërtet që në qeverit kalume kam pas shumë probleme. Edhe ka ndodhur shumë gabime, edhe i ke kritiku edhe ti edhe unë. Edhe mendoj që më kursyti, unë e tham që pove kanë vjedhë, edhe mendoj që mirë kemi bo që i kemi kritiku, edhe mendoj që secili qytetar duhet me kritiku qeverisjen, sidomos kush. Por duhet me adhon hakin që do punin kry. Jo kry jashtëzakonisht shumë do punë të mëdha që duhet me adhon hakin që do punë janë kry, edhe ato punë nuk janë spjegu mirë tek qytetarët, ose spaku kjo narrativa që është shkatru e ka mujt atë narrativen që është ndërtu. Se njerëzit harrojnë që mos gjeneratat e reja që para luftës Kosovë ka qenë bukur keq. Jo bukur keq, shumë keq. Na kemi pas probleme në vitet e 90-ta dhe me orientim. Nuk kemi ditë ka me kthy kryt. Edhe kanë dalë disa njerëz që janë marrë me politike, kanë thonë na duhet me kthy kryt ka perëndimi. Se ato saçat e na ket janë kon ka Turqia, Jugoslavia, anena. Sa ne kanë thonë, hajde kthejna ka prozibën edhe satajnc edhe shumë çapo ndodh në Evropë. Në fillim vitet 90-ta na kemi qenë pushtum për Jugoslavisë, e ma vonë shtetit Serbisë. Po kanë thonë, djeli për nivelin përëndim, po vazhdojnë ka përëndimi. Po edhe ma më rëndësi që stuhet është që e kanë kthy kryt e përëndimit kana. Sepse një kod gjatë, viteve 80-ta, 90-ta, nuk është që është pa shumë Kosova si... Kora analizon prej kanë vështrimit sot, është më rritë diçka e pamoqë. Pikresht, edhe nuk është qirë sot mja spjegu votuesit çka është punu atëhere. Sot si shteti nuk po mundesh me shku me qela si dera aty. E atëhere si një krahinë e vogël, e robrume, e si qytetar i rëndëm kemë rëndë. Te o dash me shku mi thonë Amerikanëve, Gjermanëve, aty në ekzistojnë do shqiptarë me një vend, të cilët po mundohen, e kanë kriju një shtet paralel në atë kohë, po mundohen mi kriju shkollimin paralel, e kanë lënë punën e po durojnë, e krejt kjo punë është harru, shumë shpejt është harru për qytetarëve këtu, sa shumë është punu atë. Nuk pja do më lavdatat një partije politike, për punës që ka ndodhë. Masa sajnë ndodhë çlirimi, një për luftrave ma suksesshme në botë, në historitë botës, është për mu lufta UÇK-s. Edhe shtetit, edhe popullit shqiptar, bashkë me UÇK-n.
Edhe ajo është harru shumë shpejt, është derdhë shumë gjak. E sot na shkojna për ulemi aty para varreve të dëshmorëve, para viktimave dhe në mbrëmje pastaj smujna dy llafe mi ndamin një tjetrin, që është pak e turpshme. Shërimi, pastaj rindërtimi. Shqiptarët harrojnë që rindërtimi ka qenë proces i ngadalshëm, por i mundimshëm. Dikush është punu, dikush ka punu me u ndërtu infrastruktura, me u bë Neve na ka dok i ngadalshëm, po historia mas luftëve në përkrejt vende tjera, Kosova fazën e rindërtimit është rekord, si me thonë, me shëndru një vend tonë të djegun në një imazh fare kemi. E kemi ndërtu një polici, ka qenë e vështirë. Që kjo polici sa që thuhet e kena shiru Mitrovicën, çta polici dikush i ka trajnu, e ka ndërtu si koncept, si institucion, është bë ushtria e Kosovës. A din sa vështirë u konë në vitin 2005 Jena të folë kohër, këtë shteti e ka pas buxhet dikon të 300, po më duket buxheti i parë, 370 na kanë largu ushtri, na kanë hek si koncept, e kanë kthy prej një ushtrie, e kanë thonë mu marrë me do probleme me pastru malit, të kujtohet ju ajo koha, domethënë. Pastaj kemi kriju ushtri, janë kriju institucionet. Me ndërtu institucion nuk është e lehtë. Duhet me ndërtu qeverinë, duhet me ndërtu, kur po them, jo me ndërtu në aspektin e tullave bllokave, në aspektin e burokracisë, protokolleve, gjanave të tilla. I ka ndërtu dikush sistemin energjetik, ka qenë tmerr, Telekomi Kosovës, sot që kemi këto në telefon 4G-a, 5G-a. Kur po them është ndërtu, nuk po them që partitë politike kanë ndërtu, po megjithatë është punu. Është punu. Çka ka sundu ose mbi fitu, ose çka është fitu si narrativ në Kosovë është që krejt i keni shkatru, krejt i keni 20 vjet shkatrem. 20 vjet shkatrem. I keni shit 6.000 fabrika, thë i keni ditë njoni, po nuk janë konë 6.000 fabrika në Kosovë. Do të mja u spjegu, nuk janë konë 6.000. Edhe ato që janë konë, shumë të mira. Ma djela edhe për këto, ka gjithherë dyqysh një farë narracioni të rejshëm, që thënë këto kanë të funksionu edhe njerëz menojnë që deri 99 ato kanë të punu. Jo, ato pjesa dërmuese e tyre kanë falimentuar në vitet 80-90. Pikërisht, edhe po harrojnë diçka. Njerëz të cilët eksperta, të cilët kanë punu në fabrikën e këpucave, të gomave, të akumulatorëve, të lanxhe, një pjesë e madhe e tyre për fat keq kanë jam pensionu, një pjesë e madhe ekspertave kanë vdek, një pjesë e madhe e njerëzve të tillë kanë dalë pi Kosovës. Edhe ato fabrika për një kohë gjatë nuk janë kon funksionale. Tash, sot, merët ti një fabrikë... Plot për ty nëse sot nuk mund në konë në konkurencë me tregët globale. Jo, merët ti sot një fabrikë në Kosovë, super suksesshme. Vipa Chips, në shambull. Ose dikën tjetër. Edhe hake prej punës 2 muaj ditë, jo 10 vjetë, veç 2 muaj. Ajo më kërësën këthejet në kam veta. Korriq. Ka kja stafin ekzistus. Ku e gjenë stafin e ri ajo? I vynë 2 vjetë me i trajnu e një marrë. E tash këtu, thojt, i keni shit fabrikat për skrap, i keni bu, okej, a ka pas gjanat të tilla? Sigur që ka pas. Keq përdorime, për vitit 99, dhe në vitin, dhe sot ka pas... Ma di procesi privatizimit, jara ka pas edhe një mision politik që u konë shumë i madhë, dhe në atëherë u konë Joachim Rücker, një Gjerman jashtëzakonshëm që në menoj që u konë ma patriot e ja ka dash më mirë ma shumë që t'i veni, se sa plot tjerë që i kena sot politikë. Që ma ka spjegu në qartë që u konë fati malë për Kosovën, që privatizimi ka ndodhur në ndërmarrjen të maja në qatë periudhë. Po sot... Mos t'i im tash me spjegu që... Në vend që me u fol edhe për këtë narrativ, rindërtimin, rrugët, ministritë, krejt që është bu, me plot të këqija, sot tojnë e keni ble arin ka €1, e keni shit ka 1.000. Që kjo ka fitu? Ka fitu, që kjo muhabet, po nuk ka fitu muhabeti tjetër që ku diçka është ndërtu. Edhe unë prap thëm, pse nuk po i dënoni, qëta që kanë bu keq përdorime, hojnat, këshit dënëni, njekni, penalisht, gjenja ku e kam pasunin, merja, unë nuk du djersën e huj, nuk e pranoj me jetu me një ven, edhe një na keq nëse dikush e ka marrë djersën e huj. Por dikush du të më marrë me atë punë, jo veç me folë për elektorat. Veç për elektorat. One politikisht, edhe mujna me pranu prej pozicionit të opozitës për me ardhe në pushtet, keq narrativ. Sa do që ka pas elementet të pavërteta në atë pjesë. Mirë po këthes ashtu duhet me u bo të momenti kur të e merë pushtetin. Që u imponu, do më rrenën me keq të narrativa, disa të vërteta, disa plot i kanë pas edhe sakta, reagimi, se me thonë që une janë një pjesë të kontributit madh lëvizjes vendosur si opozit. Janë një kontributin që e ka shëndru një shoqëni që ti dush me kanë e vëmendshme dhe du të me kanë super aktive, ndoshta edhe për një vjedhje të vogël që atje që është bë. Mënyra, reagimi, mobilizimi shoqënor, qysh mrike,
me i shëndru në tema ose në problematika shoqërore një skandal çfarë kur u publikoj në media. Po mune nuk po muj me mëri me kuptu sot që shpërmbyset komplet që kjo situatë sot, edhe qytetari nuk e merr qashtu, si me thonë, që ato që ndoshta vetë lëvizja vetëvendose e kanë ndërtu, që na duhet me pas një shoqëri aktive, vibrante, ku për ndoshta për hajrinë më të vogël, pavarësisht a ka komandant lufte aja shakabane ngej, ti dush me gjyku për veprimin e tij, na? Sot nuk peshohemi që ata. Pjesa tjetër e ki që tu nuk e ka bën asnjë kthes, për keq ato që folet e hajnin, për shembull, Dobrava 12 kat. Jo që nuk o hetun, nuk shkun burg që ata njerëz, që u pasurun. Po na peshohemi që u vazhdu me të njëjtat trende, me të njëjtat njerëz, me të njëjtat logjika. Si me thonë edhe shefat e prokurimit, po mduket i kanë bërë çata se kanë thonë përse që tu ju jeni eksperta për me vjedh. Madje një prej tyre kanë bërë deputet, që kanë simbolik sona hajnis e kin deputet të Kuvendit të Kosovës. Që to apo më rrinë me kuptu, edhe rolin e tyne edhe 6 vjet në pushtet, halat të qytetari sillen si me konë në opozit. Qytetari ka me kuptu këto. Qytetari ka mi dënu, jam i sigurt 1,000,000%. Qytetari ka mi dënu, edhe qytetarit ka mi ardhë marre për kanë ka votu, për ka me lyp kohë kjo punë. E sa kohë varet shumë për neve në opozit. Sa dina na me tregu storjen e vërtet, edhe sa dina me maj që të rezistencen, pa u prish, edhe pa tentu me manipulu. Du të me thonë të vërtetën, gjithë kohën me lujt, me najtë e vërteta. E vërteta është që sot në shumicën e institucioneve të shtetit të Kosovës, kushtimisht që du të me qenë pavarëna, i ki njerëz me libreza të partisë vetëvendose. Këtë mërë, Mbram, kryeshefi i Kekut u bo një i tillë. Ishte ushtrus detyre, mbram, do me thonë, masi që ra parlamenti, për shkujnë zgjedhje, e emruan një person që është person i... Veç dje, na e raportum një në fokus, o 2 punësimet tjera që kanë kështu direkte. Njona ke qika kryetarit të komunës të ti Bulliqit, tjetra ke kryeshefi i emruni AKP-s, ja morë punë grun një UD kryeshefi dhe rritë kostit asë ti që. Na du të me najtë të mi të regu, nashta nuk ka të keqe, kushtimisht po e thëmë, pse gjanat e tilla ndodhin, sepse ka mundësi dikush edhe e ka meritu, Kosova është e vogël, nuk i qysh i ka pak që në lidhjeve familjare në kuptimin e mirë për flas, sepse nështë s'ka ndikim po thjesht për shkak vogëlsisë së shtetit. Për këtë narrativa, që ata e kanë kape, ata i kanë dohe, familjet janë, qështëjke, kur të familjet janë përdarës, ma qështëjke? Po, që jo për institucion. Këtë po bjen poshtë, kretë institucionit janë të mush me militanta dhe me familjarët këtyne. Ishtë dash dikush me dalë me kërku falje për këtë punë, e me thonë për bes ju kena rajt, ose për bes me thonë kërkojnë falje se s'pas kam gabu as ata. Po du të me thonë dikush këtë punë. Unë e mendoj që na qytetarëve du të me vazhdu edhe me insistu mja u dhanë të vërtetën. Që ka bo vetëvendosja për para është që e ka përdor një strategji tjetër. E kanë thonë të pavërtetën, sepse pavërteta kanë diku ma shpejt edhe ma fuqishëm për marrë pushtet. Na baskimi kom talë, u zhduk mos i temë. Nuk japim toka, nuk e falim ato, nuk japim toka, edhe shkoj e nënshkrujti... Fabrikat, a ke pa me veç simbolik, kur të ke nuk kena fabrikat keqapit... Tokën për manastir të qanit, dhe me thonë, atë këtojt, kur thejke, s'ka kush më shantazhon mu, me një farë krenarie, e me një farë vetbesimi, nuk ka kush më shantazhon mu. Që bunen dhe qanë, a ishte shantazh, apo ishte paditoni, apo ishte diçka normale, për cilën të tjerve i ke thonë që janë konë shantazhum, amo tash të ti nuk o shantazh. Të ti është, ka thonë gjykata kushtetuse dhe unë i zbatoj gjykata. Po ka thonë edhe atëherë gjykata kushtetuse. Ose une nuk bisedoj me Serbin pa e kthy këta, pa kërku falje, pa sene, mon premtimet matë maja në Kosovë, popullit ju kanë thonë që mos me bisedu me Serbin. Nuk ka politikan që ka majtë bisedime me Serbin ma shumë, ma intenzive, e ma të gjata se këta. To është nuk po thëmë që kanë bo keq që kanë bisedime me Serbin. Nëse menojmë edhe këthemi, a di që asë janë qëto që kanë qenë kauza të lëvizjes vetëvendosje, për
Shana ke po me solëtësi ta shkalojnë. A i shkallën. Edhe simbolikat, jarë i ktheken debat publik. Si dhe ke këshërë që shpi qaraveshët Abdullah Hoti Vučićit. Dhe më edhe mënyrat e reagimit i ktheke, si me thonë, një të keqet madhe që bëjnë. Sot, madje shkojnë, takohen, rrihen marrëveshje, bëhen këto. Edhe opozita nuk po mërrin mi shëndru në... Sepse na shëzem po do të me rujt një farë integritetin njëri. A di njëra që na kanë bo Dragodanin, ambasadën amerikane, e kanë bo që e keqja madhe që i vjen shtetit Kosovës. Kur theke na nuk duhet me qeveris prej Dragodanit. Ato takimet që i kritikoj që theshin Amerikanë të theshin nuk bën me shku venin zjedhe, duhet me mërri kompromisin. Ose në ato ndërhyrje të cilat gjithë herë në kote të domosdoshme, kur nuk kanë rri me u kry do procese në nëksi. Dërsa para 2 dite dul, ma dje edhe rajten, kandidatja e tyre për presidente, tha e morën mbështetjen e 2 ambasada për me bo presidente. Nuk ka në politik kur gjë ma të letë se me qenë populist. I gjenë një 5 tema që e shef që popullit po preket, edhe e godet që ato 5 tema, edhe i fiton votat. Problemi o që ti po dush me rujt pak një farë integriteti personal. A mos qarë që të e shumë normal. Po nuk mundesh ve nuk e bëj, shkëllëzen nuk e bëj asen me di që nuk e bëj atë punë, me di që kur njët nuk fitoj. S'kisha dash kur më të po të gjujt gazlet sjellës. Jo, nuk o puna gazlet sjellës. E ty është karavit aty në për kuvend. Nuk mojnë me dal me thonë diçka kundër ndërmarsis, ose me përmend biznise, sepse unë e besoj në ndërmarsi dhe në treg të lirë. Nuk e bëj. Unë e di që sot me dalë mi përmend 3-4 biznise, mi godit, unë e fitoj vota. Veç i përmend emrat të 3-4 bizniseve, ka njerë që janë konë pak knoqën me që kanë ndonë 300 milion euro afaristat e Shtivanit i kanë zjerë, i kanë qunë në Shqipni. Unë e i du afaristat. Unë e du në menen që afaristat me të keqen e afaristave du të më marë OTK-ja, inspektorati punës e të tjera. Pa tjetër, me rujt punëtorin, por ti nuk mërësh me shku si politikan me dalë me godit afaristat. Afaristat i godit prokuroria nëse ka diçka. Nuk mëj. Unë e mëj me dalë me folë të kundër listës sëpska. Të në ditën i shaj. E mu shtyjon e ti kush e urejna ma shumë Serbinë. Që kjo është populizëm. Po unë jam vitin 2026 në du me ndërtu Kosovën. Unë e di që ashtu në kushtetut. Unë e di që lista sëpska e ka për qëllim zhbërjen e shtetit Kosovës. Krejt e dina na. Se cila partije din këtë punë. Ata ma me qef jetojnë me një Kosovë që në Serbi, se me një Kosovë që në Kosovë. I reagohet deputetve. Por ti tash me dalë më shty, si që është godit një deputet e partisë teme për një fjali që e ka thonë, edhe fjalia unë zirë pi kontekstit, unë e tash nuk më këthi më bo populist me thonë. Ama jo, në menaj që duhet me pas guximin, qëre... Nuk ka pun guximi, o pun integriteti. Nashta, debatin e para pak dite që kesh, përballë 2 deputetëve të lëvizjes vendosje, nuk e lejova asë një moment me shni për shkak jo për me bo avokatin e opozitës. Po nuk po du asë me tinglu që kjo, ku dikush, një parti politike, shumicë në Kosovë, e lidhë në tana heret në fjalimet e saj LDK, PDK, LDK, AK, lista srpska. Edhe ka njëherë, do këtë sikur edhe ju e merë një në regull është, le të thëtë, se qytetari dikur du të mi besu. Qytetari s'pi besat. Unë nuk menaj që opozita, unë kom kritikat moja, po Ermal, po ti edhe deputet i ri, edhe po kom qef më shumë këtë vizionin tanë në politikë, edhe qëllimet tua, se sa nështë më të kritiku për që ka bolle dëkëja e parti tjera opozitare. Po për një me nuk po më rrinë me, si me thonë, me krejt faktet dhe të vërtetat, nuk po më rrinë me majtë konsistencë, edhe mi u kalzu qytetarëve, që për diçka që a ke votu, për diçka që ka jemi ty e po, edhe për diçka që ka ty ndodhë për gjithë ditë, nuk është realiteti i Albin Kurtit, këtë që edhe lëvizjes vendosi, këtë që po e nina në për deklarata. Si me thonë, nuk keni mujt një temë me majtë edhe mi lypë llogari. Me thonë, nuk di be që 1 miliard euro jënë vjedhje. Edhe në një moment saktu unë e shohën në debat në kuvend. Veç qohen merën personalisht, i thoi një deputetet që ti i mbron interesat e qësaj kompanije, edhe komplet debatin i shëndroni që ne. Për pa për tëmë,
kur ti mundohesh me rujt integritetin, e ai përdor populizëm, demagog, manipulon, është si me thonë ti me luftu me dur e ai me pas automatin. Ti mundesh me marr automatin, me luftu me ta, po s'ta lën integriteti. Edhe ti ma para shkon shpe edhe flan qet me çat integritet, ti ka dikush më me të kritiku, me thonë për shkak kena votuar, kena luftu me shku me marr automatin, po është luftë e rëndë se ka të bëj me unin tën. Po. Edhe ti dush mu tjetërsu në moshën 45 vjeçare, vërtet është tirë mu tjetërsu. Si edukuq është. Si edukuq ashtu edhe nuk menon, nuk beson në rënën si koncept politik, ose manipulimin. Ti mundesh me gabu, edhe unë menoj që edhe unë, kum bo gabime në kalumën, edhe gabojmë një si njerëz. Por s'paku mos me bo me paramendim të manipulimit masës, se këtu që kjo është përdor shumë. Është përdor shumë, është paramendu manipulimi, është bo strategjia jo, kena me shku, kena me godit qëto, se sa dhe që s'është besu, se që kjo po dhem, populli po besan. Strategji është konë. As vetë s'kan besu, e kanë di që s'bohet, a më kanë shku e kanë prek vetë qatë pik, qindra herë, deri sa populli ka fillu me i besu. Edhe ka thonë, shta kanë patriota. Për një moment caktum, ja kena mush menjen, këti populli, që ma patriot është Albin Kurti se Ramush Haradinaj. Parametar. Të më thonë, Ramush e ka bartë atë lanë e vetë në shpinë, të vranë për tyne, s'di sa, une nuk pajtohna për njëri gjallë këtë tokë, që e ka histori ma të lavdishme. Të me thonë, une nuk pajtohna politikisht me to. Për kam vetin së Ramush Haradinaj. Nuk më i me prek në aspektin patriotik. Nuk ma len integriteti. Një që e ka majtë e i ka vorën në shpe, për një moment caktum atia përmeni Rajdo Iqiqin. A vjosa kësajna Mimoza Kusarit, që një që i thot brate atë me... Asaj sa përmen kërkush. Po kjo ka qenë investim afat gjatë i manipulimeve, si me thonë, tjetërsimit të informatës. Pra po tëmë, nuk pajtohna unë me të politikisht, as nuk votoj për të, unë kom kundërshtar politik Ramushin. Po ku po shkom po e prek në patriotizëm. Po, edhe populli po i beson një pjesë e popullit. Sepse kur e bën, që kjo për mu e përbeni si shembull eklatant, sepse e tregon ekstremin e tjetërsimit të ideve në Kosovë. Është tjetërsu gjithçka këto. E është luftë shumë e vështirë që ti dush me bo dhe me thonë, ndu mi mujt ata politikisht, edhe akën edhe PDK-n. Edhe kësha pas qef mi marë votat e tyne. Edhe mi thonë popullit mos votoni për basë, unë e di me bo këtë punë ma mirë. Shkon real në... Më konë me rujt për një farë, ti s'ke dit me menagju këta, këto ku kërke menagju të ka pas korupcion, ka pas nepotizëm, ka pas të... Po kush ka në prejkë në Rado Iqiqin? Apo kuptën? Mediat, po marrin fasë në pare, pisë rrujë. Fasë në pare. Dhe më thonë, ti e 60 vjetë në qeveri, e ki krejt fuqin e mundën, e ki njerëz në OKI, polici, ATK, dogana, gjithka i ki njerëzit, a më në vitin 2026 hinë parlament edhe për me në thu kanë po marrin fasë me pare. Unë e menaj që mund më pas qenë në vend, dikune e kësha thonë, ti qaj të bu. Ku jeti se, do më thonë që kjo teknikisht është mos më votoni mu, se unë e s'po di. Po, dhe asë më i minal. Mos më i minal. Ose më që vitin 2026 me thonë, unë i kam 51%, po këta s'po mlojnë me punu, o vërtet ish dash më marë si një farë dështimi, i komplet narrativës tonde. Sa përqind dush mi pas ti që me dit me punu? A dhe që ka është një absurditet i lojt vetë. Për shamonim konkretik, se isha që po këtuten opozita me që venin edhe herë në zjedhe. Çdo vend normal, demokratik. Me mujt 2 javë, 3 javë, mësë të merë pushtetin një subjekt politik e rëzën. Ma shumë kom përshtypjen që e kanë lutë, e kanë kontribu, mësë me që venin në zjedhe, partit opozitare sa ky vetë. Edhe tash duket sikur po mrin me ndërtu narracionin që opozita ke fajtor që mu nuk më lanë me morë sepse shkallëzen me zjedhë përsëri. Pra po këthejnë atë që e thash, sepse është shumë vështirë me luftu populizmin me integritet. Është e vështirë, sepse ne e dim, saktë e di, që dërgimi në zgjedhje po e dëmton Kosovën në shumë aspekte, ekonomike, në aspektet integrimeve, në aspektet të marrëdhënieve me aleatet e tjera. Na e din, edhe është shumë vështirë kur ti vërtet thu nuk ka mirë me bo këtë punë, sepse i ke fitu 51%, vazhdo puna.
Edhe nëse e merr me këshyr me narrativen, keq mos I besoj Ermalit, besoj që ka ndodh. E ka vërmu, e ka bo qeverin, nuk e ka nal kërkosh. As nuk është tentu, as nuk e mujt. Është bo parlamenti, janë votu nasi opoziti, kemi votu përmi 20 marrëveshje ndërkombëtare. Janë votu për neve, që ai zakonisht kur nuk I ka votu, tonat, kur kemi qenë. Ne kemi qu dorën, a është për të mirë Kosovës? Po. A ka projekt ligje që janë për të mirë Kosovës? Na I votojna, nuk është që po dalim me kundërshtu. Kur janë për të keq, kena me dal edhe me kundërshtu, me tregu spaku që shiminoj na. E tash me thonë s'po më lojnë këta, po dojnë me qu, pse ti votum na ato. A di çka ndjeva në studio ku kesh prezant deputete e lëvizjes vetëvendosje dhe ke qytetar duhet me ditë që na e zgjedhëm kryetarin e kuvendit, qeverin, kejt dhe kjo nuk e bën në mas një plogat. Po dhe thot se nuk e menon, se nuk e pengon. Po është me, po dërtoj diçka që është se po mduket absurditet, ma bindë se sa është ta pjesa opozitës që po më rrinë me... Mduket si mu konë të bëjmë operacion për aspektit logjik. A dhe ndëgjysh nuk për përdor, kur e thot një fjalë të tillë ose një fjali, dush me nal pak e me thonë ka dole a qeq që jam të thonë a ka nëj logjik. Asnjë blokad ta se bën. Kur erë punat e presidentit, ta na blokun opozitën. Na I blokum. Qërë, s'ki bre qysh I blokon se ata, kur dënë dikush me ecë për para, s'punë është I mi bloku me 13% e para, sepse na me 13% nga pas 15 vota, e janë 120 vota aty. Tash, edhe nëse na hipotetikesh po thojna I kështim bloku, prap kanë met 105 vota. Edhe, tash me ty 80 po të vynë. Edhe du të me kuptu që kjo procesi blokade si koncept, presidenti është ajo dera e parë e ruajtjes së kushtetueshmërisë së vendit. Presidenti është dera e parë e ruajtjes së shumë gjanave të rëndësishme në shtet. Sidomos kur pjesa tjetër e pushtetit, kryeministri, parlamenti, krejt qeveria I takon një partije politike, presidenti ndoshta nuk ka fuqi të madhe ekzekutive, por e mban qatë konsensusin e përbashkët, I runë disa pika që janë shumë të rëndësishme. Shoqënor, se jo politik. Pikërisht, shoqënor, krye prokurorin, emrimin e udhëheqësit të KI-s, ambasadat të ndryshme, emrimin e ambasadorëve të ndryshme, që kemi të bëjmë me marrëdhënie me ndërkombëtar. Gjana që janë shumë të rëndësishme për shtet, pikërisht që ajo pikë I runë, nuk është që... Po dhe keni farë sigurese që aty duhet me unal, çfarë do... Në kushte normale, me pas qenë e kundërta, me pas qenë krejt qëto, po I them kështu kushtimisht pronë e LDK-s, unë e kisha insistu si deputet e LDK-s që presidentin me marë PDK ose vetëvendosja. Ose kisha insistu dikush në opozit, sepse I shkon ma mirë për shtetin tem, për tardhmen e fëmijëve të mi që me pas një sigurisë. Po, sakt. Edhe për LDK-n bile I shkon ma mirë. Po. A ki ti ta ka dhonë populli parlamentin, me shumicë plot më dheq, e ki komplet qeverin, leni sigurisë dikun tjetër, se kur nuk I dije se ç'a ndodh gjatë 4-5 viteve tashme, qysh lëvizin gjanat, edhe për hatër të qati shteti, është ma mirë me bo qatë punë. Po ajo është insistu që mu marrë dhe ajo për vetëvendosjes, kur dënë ti po shtet absolut, edhe ti në bazë të fjalimeve po dënë me dopsu edhe me godit opozitën që me hek opozitën. Ti s'po dënë me pas opozitë, sepse nëse ti e qëllim e ki me I marrë 80% të pushtetit, ti po dënë opozitë me 20% më konë, ose mi shdu krejt, tani mo nuk I shtet. E kini farloj shtetin, si në Koreje, si në Dovene, po shtet së një thonë. Ose mja bos shpjegimin normal edhe logjik. Dje ma ta një shenë shpjegim. Ka të krynë punë në pushtet ekzekutiv, 80% që s'po të krysh ka 50%. Heq, kurgjë. Qytetari du të mja bon këtë pyetje. Kurgjë nuk I vynë 80% që se, do më thonë, krejt procedurat aty bunësh mi bo dëshmangje me 2-3, edhe aty prapi krynë mas 2 jave, për me dash me ndru senet thelpsore në kushtetut të vynë edhe shumica atjeshte pakicave. Ekonomia, politikat sociale, shëndetësia, qëto problema. A din sajna sulmuna, që po I blokojna do ligje, është rajt, më thonë, teknikisht kanë rajt, që blokojna kur kejt ato ligje kalojnë me shumic të tjeshtë. Po. Dhe më thonë, krejt ato ligje, s'la të thëshin, na I kena bloku disa shmangje të procedurave, ato të vytën 2-3, por ato veç kena kërku spjegim edhe debat. Hajde të këshyrëm pse po bëhet që kjo punë, se s'po të regoni kur gjë qka qysh tek, a më në fund kejti mujnë mi kalu ata.
Po ti ke pa në Facebooka, të dalë deputet, të vendosë, të tregu, po na blokojnë, e blokun to, e blokun ato. Nuk mundesh edhe me dasht me i bloku. Po manipulimi është që po i blokon opozita. Qëre, e mata një ditë, para 2 dite e mata, edhe mu i me matë qytetarë vetë. Veç le të masin kohën, sa e ka kalu, Kurti, Konjufca edhe Hekuran Murati tu fol para qytetarëve në ditën e fundit të zgjedhjes së presidentit. Një 10 orë kanë marrë fjalime, pa ndërpre. Fjalime kanë marrë 10 orë. Ndërsa në krejt takimet që i ka pas me partitë opozitare për me zgjedh çështjen e presidentit, janë konë diko një 5 orë takime. Domethënë, ma shumë ka shpenzu kohë për me marrë fjalime, për me manipulu, se për me gjithë zgjidhje. Moskov që këtë tregu si maj mirë kush po dënë këtu me majtë venin në krizë, edhe kush nuk po dënë me gjithë zgjedhje, jo zgjedhje po zgjidhje, nuk dia ka tregu më të mirë. Nëse ti gjatë ton kohës 5 sahat i ke kalu, veç 5 sahat për 5 muaj, jo 4 muaj, u baren, 5 sahat je munu me gjithë zgjidhje. A 10 sahat ke fol, ke manipulu, ke tjetërsu të vërtetën, sepse për qëllim e ki me shku të populli me ly votë, e jo me gjithë zgjidhje. I shdash teknikisht me i kalu 100 orë të bisedu, e tani për 10 minuta me spjegu të populli që ka ndodhë. Se populli s'ka votu ty me ardhë, me dalë me buma vetë. Populli ka thonë, shka punani. Nuk është qëllimi edhe puna e deputetve, edhe kryeministit, edhe ministrit, edhe zavendës kryeministit, me dalë me folë para popullit. Puna e tyne është me gjithë zgjidhje, mi shty senet për para, mi shty proceset për para. Për që ta paguhen, për që ta marrin votë. Krahasoja fjalimet, 6 fjalime para medjave i pat ditën e fundit. Një ketë në konë shpërputhje me njëna tjetër. 6 fjalime. Mi kanë qudhet në shkimet, amin në shkimet, ku i pa të këta, ja dhash 4 ministri, si Farë standarti, lëp ke një dokument formal që është që dhja garanton kryetarit partisë që ka kështu, theket data, kjo... Data u kom banale... Aty mrana ishin të bo shkelje kushtetuse. Do me thonë data u kom banale, sepse data ka mujtë mu bo qëfar do date, nuk u kom problem fare, me vetë faktin që ty po ta jep të drejtën grupi parlamentar për nënshkrime, data nuk ka më rëndësi. E dyta, normal që nuk ka emër nalt, sepse ti s'munësh me fol për emër pa fol për proces. Nuk mujna veç me shkru një emër aty që shkruajnë ata dhe që është i ofendun 4 emra, 5 emra. Sa i paraqitën ata 4. Mdukut, na nuk mujna që ashtu me vu. Pe je ke hatigjën për shtikta. Ti kur e propozon një emër, ti me atë person dush më marrë vesh. Për atë person dush më marrë vesh me konsensus. Munoj këtë të propozuarin e tyre me imponu si konsensus për shkak të profilit të saj. Nuk ishtë që aty hiç problemi. Po dhe, që ashtu atër nuk ka nevoj për asë një marrëveshje politike, veç e gjandi, kanë edhe thu që qëta e gjitha në më të mirën. Edhe në fund, e dërgën zotin Bahtiri, edhe i thu, shko bën e luga atje bërtit pak edhe ofenda pak edhe këshire, sepse po dojna me dalë të populli që qëre na jena për me në orët e fundit. Shko mërme. Shko mërme në shkimet. Po prej janarit, më shpirt, ku ketë prej janarit? Prej janarit, është dash më u bisedu këto punë, me o gjithë një zgjidhje. Ermal, besoj që qështu pyetjet tjera, që pyetjet kejtjer paramendoje, në çfarë deregje nga kanë prunë qëto politika populiste që këtë shmendëri e kohës, ku sot na nuk flasëm për ato që i shdash me u fol, e që janë për një me, që kanë impact direkt të qytetarët e Kosovës. Asë një bith laf dhe i shtash nuk jemi pas, edhe me gjaz nuk do të ketë asë në fushat, cilin u programit, cilat janë problemet e qytetarëve. Që janë të hek njerëz në QKUK atje. Që janë të hek njerëz me 1 milion hallë e probleme tjera, paramendoje ku kemi degradu na, pyetjet qëtu, pjesën më të madhe, me diskutu me ty jënë zhvillimet me AI e që kanë të ndodhë në botën e teknologjisë, e që kanë të ndodhë sot, cilat janë me miliona mundësi që ti një mirë, idenë ndoshta kështë mujtë me dhonë kontribut shumë madhë, edhe të njerëz tjerë edhe të tritë që me orientu e me punu. Na kemi me tash me debate të do çmendurive të cilat kanë veç një kalkulim. Që në rri deri te vota. Për fat keq kitë drejt edhe është kozat e turpshme, edhe më vjen keq edhe mu si politikan që nuk po muj
me bisedu për gjana të tilla dhe me punu për gjana. Jo këtu ja dhash kritik veti Erman, me gjithë respektin se ti je njëri adekuat që ish dashna me fol për çdo. Ish dash. Po para mendoj po them çfarë imponimi na është bë ish dash me marr me sene substanciale, cilat ju ofrojnë njerëzve spaku ide, food for thoughts thonë anglisht, spaku me mendu për një tardhme se patjetër që me gjetë zgjidhje. Unë isha vetë pjesë e një procesit dhe mbajta pak një fjalim shkur për atë punë, e një procesit për zgjedhjes antarëve për KPM, Komisionin Pavarë Mediave, edhe përjetova pak edhe kështu në likur, që do me thonë, na 2 javë ma herët, na u dhanë laptopa deputetëve, edhe laptopa shumë mirë. Do me thonë laptopa ku e kishe gapsin, e bëjke edhe tablet, më ishe me shkru në ekran, gjithë një pjesë e madhe e deputetëve të partisë në pushtet me gjasë nuk janë të mira së shkrim lexim. Edhe na u dhanë laptopa, edhe 2 javë masi që na u dhanë laptopa në përpërdorim, super të mirë, neve me një proces i shtypëm dikon 75.000 faqe dokumente për me zgjedh antarët e KPM-s, RTK-s, bordit RTK-s. 75.000 faqe, u do të shtyp CV-a, dokumente, e laptopat i këshëm përparë. E tash unë nuk isha problemin veç që u shtypën 75 faqe, që da është problem vete. Unë e kisha problemin çka kishim shtyp. Për shembull, ju kishim kërku njerëzve një dokument që nuk janë në hetime. Do të thonë na ishim shteti, edhe i thëshëm njerëzve shko te shteti tashti, edhe kërkoj një dokument që nuk jenë në hetime, edhe berja prapë mbrapa shtetit të shohim na. Dhe shteti je ti shko merr atë dokument, ti merr më. Çfarë absurditete ka këtu. Unë jam shteti, edhe i them shtetarit bëj mamuni certifikat lindjes, e cila nxjerrët te shteti. Edhin. Ose unë jam shteti, shko merri ti dokumentet pi universitetit, që është gjithashtu shteti. Këtu unë e kam një laptop përpara që ma ka ble shteti, po du m'ja bëll një 75.000 faqe printim atje shtetit. Për dokumenta që qytetari nuk ishdash më marrë me to, ishdash shteti më marrë me to. Në fund përfundojnë të pjesa ma e madhe tyne, asë nuk i këshyri. Jo, nuk ishe asë nuk e qelin laptopin aty, se me analizu. E tash kur e përjetova që atë edhe qa bojnë anë vitin 2026, tash dikush me në thonë pa aty në procedura që ashtu e duhet. Zgjedhja bëhet, kujna të shkojnë emnat me votu atje pej... Ajo po se po. Po nuk është procedura sepse na jena aty për mi thjeshtësu edhe me i moba të përzura ma të mira. Na nuk jena aty me thonë qështu është edhe qështu u konë gjithë. Se mu më thëshin, Ermal jetu anku për sene që qështu jenë gjithë. Jonë konë për tjetër një ndru. Se nuk pa janë në Estoni edhe në Suedi. As në Danimark, atje pindrojnë. Pa na po merë me kush ka faj që po shkojnë në zgjedhje. Na nuk po merë me ndryshu një program. Ose na nuk po merëm me thjeshtu një... Na merëm, ja u kena hek terminale doganore. Që kjo u konë një pi... Edhe kam u përdorë në fushat, në shumicën e veneve të Evropës, terminale doganore janë private. Shumit. Doganën e kontrollon shteti, terminalet se ma letë edhe ma shpejt. A din sa fushata kam u bo, të u përdorë që kjo, se ja kanë dhonë atina, ose ja kanë dhonë ati shokut, ose ja kanë bo atina. Po, shko hekja atina. Shko bën e ti një proces mirë, po mos u mundo me manipulu, se dje dhe pa dje po më lajmëroj njerëzit që qatë shumë ka probleme tash. Nuk ka rëndësi, a ka funksionu ma mirë, a ka dobit shtetit, ja, nuk ka më rëndësi. A sa investu, a sa shumë bo, a sa pare ka marrë për tak. Jo, nuk ka më rëndësi. Me rëndësia që ai ka bu premtim, ka thonë, on ja u heki këtyne terminale doganore. Edhe kërkush nuk ka një letër, një statistik, edhe me thonë ka dalje. Qa po fiton shteti për kësaj pune, qa po fiton qytetari për kësaj pune, sa taksa po paguhen, sa po zgjat procesi pastaj kur po vinë mallnat, ku po mesin kamionat, ku shpime na gjën me këshyr, po me marë për fushatë me thonë ja u kena nal terminale doganore. Që kjo është lufta, është qysh me manipulu edhe me bo që si demagogjia dhe populizmi, se qa ty ta jep votën ai. Po nëse merti një Excel, mja të regu qka është mëri, që ka lecu jetën qytetarëve, sa ma shumë pare po marim, këtë analizë nuk ta bën kërkush. Ose a ka mu maltretuaj qytetari sot ma shumë këto kërën kanë qenë terminale doganore të privat. Vend që me thonë, po du me bo një sistem digital, një platformë, bu kejt procesi i doganimit, proceset administrative, kanë mu bo në mënyrë super digitale, që biznisi me pas let pjesën, kur bjen mal, kejt me letësu, kejt me bo për me... Jo, me dalë para poplit me thonë, ja u hekom atyne, se ja u hekum tagjin, që shtojnë. Fitoj ke njani qëtë. Fitoj ke djallë,
Po nëse fitoj këtë djalë mirë, pse s'po merresh me çato? Pse s'po merresh konkretisht me ato, me këshyrë dhe me shtim burg dhe më marr bën gjithçka ligjore që çat person me donu edhe personin që ja ka dhënë çat mundësi. Kushdo që u kon ai në administratë publike, në qeveri. As se kanë qëllime, as se kanë qëllim. madje ti e ke Se po, Dubrava nuk do më të ka. njënin pej që e kanë cilësu pe oligarkëve më të madh të këtij shteti, që e kanë akuzu atëherë PDK-n për lidhjet e tina, u kon ky i hip petrollit. Ti e pave deputeti i Lëvizjes Vendendosi, që e zgjellën edhe kryetar të kuvendit. Dimal Basha, të hongër të pi aty me to në raporte shumë të afërta. Po, dhe për besën e njafat kujtën bol djali mira. Edhe une, edhe tash me shkuti me godit kujtën, atë nuk ka refer. Këta janë djenë mirë, edhe burrat mirë, edhe biznesmen të sukses shumë, nëse janë miq me ta. Po nuk kanë rëndësi këto sot ti je i suksesshëm, sa ki plane, programe, ideje, sa je i suksesshëm biznes, nëse ti e ki vetëm dikan mik të një partije tjetër politike. Qështu e kanë ndërtu këta? Këtu është demonizu gjithçka që ka të bëj me një sukses pak më të madh biznesor. Sepse vetë kryeministri Kurti ka thonë, unë nuk e çmoj vetë mani fjalim sot njerin e suksesshëm, se s'ke mujt më konë Kosovë i suksesshëm. Të trona, ata që dilen pak dallavergji, ata që kanë mëri me bo... S'ke unë ma shumë me çmoj ato të pasuksesshmin. E unë nuk po du me nejnë qitë narrativ. Unë po du na politikanë të ri me dalë me thonë, nuk ka kur gjë të keqe më konë i suksesshëm. Ka të keqe me vjedh, me ik toksave. Nëse kujta ose kushdo tjetër, i ik toksave, ose nxinëve, shko dënoj e mshelja. Por me dalë ti, me demonizu një biznes, cili do qoftaj? Vetëm sa ju koni suksesshëm. Kjo du të mu nalë Kosovë, du të nalë një moment që... Para mendoj, ta cilësën qështu, aknena del mburët këtë kohën që Kosovë, ne kemi inkasu 4 miliardë euro. Kush i ka bo ato? Kush pi bën ato? Kujta me shoshnin e vetë, edhe me njerë që po punojnë. A ka bo diçka të keqe, shko njeke arrestoje nalja krejt, po bëllni me demonizime ndaj biznismenave. Se biznismeni nuk e ka për detyr, biznismeni s'po vjen me mali votën. Biznismeni nuk po paguhet me taksat mia. Po te, a ke pas shqylypin llogari edhe gazetarëve dhe media, njëjtë sikur na shqylypim llogari të tillë për shtetin. Ja ti po duhet m'ja spjegu bazën elementare që ata duhet me ditë. Unë e t'lypi llogari ty se ti jeti u pagu për parat mia, për parat qytetarëve të Republikës Kosovës. Ndërsa biznesi është në sfidën e tina se qysh operon e qysh... Duhet më hek, mu së më pengon kur gja që Dimali ka dalë me kujtën. Se Dimali duhet me dalë me njerëz, mi thonë kujtës ku i ki problemet, qysh i ki të sene, qa mujna na me një mu që bizniseve si ti, mi ja u letësu jetën që jo me punu, jo mi ja u dhonë fuqi në kuptimin korruptiv, ose mi dhonë lehtësira të ndryshme. Po lehtësira legale, normale, që ndërmarësia këtu mu rritë. Nuk bën me i demonizu. Unë jom prek që njerëzit e kanë kritiku edhe e kanë përdor Dimalin si diçka për të keq, vetëm se e ka hongër një drejt me një biznesmen. Nuk ka kur të keqe me hongër dhe ka me biznesmen. Jo, Ermal, që shpesher për në kritikojnë qështu. Po ka njëherë edhe na kur pojmë krahasimet, po duhet, si me thonë, me i gjyku me kutin e tyne. Nëse ti e ke ndërtu qëta, Qashtu bina narrativ tyne, bre? Jo, s'po bina narrativ tyne, po dojna me të regu qytetarëve që janë krejtësisht të zakonshëm, të rëndomt dhe krejt që to janë gjona normale, për shkak se nuk është një keqe një kësi, po e është e keqe, vite sa ai nuk ullë të avolin me ta. Aja po, du të mi të regu se dorëve që kanë manipulu. Qytetarëve du të mi të regu, se po du të më këthy hala ma largë. Isa Mustafa, gjykimi më i madhe që ju ka bon, thonë mafia ndërtimit. A di që pjesa më e madhe e tyne sot, që kanë ndërtu, për shembull këta banojnë nëpër banesat, nëpër ndërtesat e tyne, këta i kanë mish që rrinë me ta. E tash po duhet mi tregu qytetarëve që jo gjithçka që sot e nin si propagandë tyne, që kjo është e vërtetë ose është e keqe e madhe e Kosovës. Pajtona, kjo po është zësh me pak me... Dëmtimi, goditja e narrativës është okej, narrativës rreme, por jo të e përdor, si me thonë, jo të ra në nivel të tyne. Thjesht nuk po du me hi me... Nuk është politikani me godit bizniset, bre. Politikani me ja letësu jetën bizniseve. Politikani është me e bo infrastrukturën shtetnore, ligjore, gjithçka që biznisi
me unë rrit që ai me pagu ma shumë taksa. Çka mund është ti me bëu si politik, mund është me rrit taksat. Dush mu kujdes që ai po i pagun taksat, dush mu kujdes që ai që nuk ka treg të babarabart, dush mu kujdes që s'ka monopol, dush mu kujdes për gjëra të tilla. Por ti nuk je me u marr me to me përmend parlament. Kur ti ka përmend emrat të bizniseve në parlamentu në kërkon botën moderne, nuk pa që shefin e kabinetit, kryeministër i shtetit edhe kapet në parlament shtetit të përdor emra të bizneseve. S'kom pa. Në kabinetin, e ka shefin e kabinetit, i cili del thot po unë jam kam biznesmen i suksesshëm dhe kam qarkullu mbi 20 milion. Po vlla jam e ka hap një kompani për tregtim të energjisë elektrike se ai duhet me punu edhe me fitu. Po po daft edhe vllai atij takës, edhe vllai atij të nismës, edhe vllazën e këtyne të LDK-s, këtë duhet me punu. Po ideja jonë është që ata me punu në rregull, me pagu taksat, me punu sipas ligjit, e ti si shtet me u lehtësu aty në jetën e qytetarëve jetën. Për ndryshe, nuk kena tu e bo punën tonë për cilën jena thirr. Biznisi edhe njëherë po e them, nuk po vjen me të lyp vot, nuk po të vjen me të lyp rrogë për shtetit, nuk po t'i merr taksat e shtetit. Ti ja merr atina taksë, ti ja merr atina parë. Bash. Ti ja siguron ati, dush me asiguru. Ti siguron rrogat që të keni shokjami, nuk pres shumë për këtyne edhe këse pjesa ma madhe janë që kur kush punamor nuk i ka thonë. Edhe mendoj që është problem shumë më i madh se që po e flasim, sepse puna është puna të ndërtën, të jep koncept normal jetësor edhe të zhvillon edhe pastaj edhe vendimet politike e ki nështë pak më të qarta, edhe puna ta hek shumë demagogjinë. Ta hek, se në punë nuk ka shumë kilimili, dush me punu, dush me mri objektivat, dush me dhonë përgjithësi, dush me dhonë përgjithësi ndaj klientave, dush me dhonë përgjithësi ndaj punëtorëve, dush me dhonë përgjithësi ndaj aksionarëve, edhe kjo të mëson që më u herët, me shukoni politikanë që dhe kjo në qohë në vonë, së shmenësi. Këtë që kjo proces të ndërtën, që pastaj në politik me qenë pak ma i përgjetshëm. Nuk po thëmë që me qenë biznismen të bon politikan të mirë, por spaku të ndërtën në qatë kujdesin ndaj narratives që e zhvillan. Për që ta nuk po du kurdo që si deklarata me ra preje e atësoj narracioni që e ka ndërtu ata. Nuk duhet mi demonizu ndërmarsat, njerës të pasën, ose të varfën, ose të mesëm. Kësë është punë e jotja ajo. Jënë më të pasën se sa këtë qeveritare të para. Përbes po dhe kur normal, gatë metëm në këto tema, natyrisht u kënaqa shumë se jemi të diskutu tamam qysh është formati i podcastit. Po për mi u kthy realitetit, a pret rezultat ndryshe. Po, pres, shpresoj, edhe besoj, unë mos me besu me një diçka nuk merr në me atë. Çka mund është me thonë, si me thonë, 3 pikat e forta që mund me ndryshu qëtë rezultat që e pam në dhjetor? E para, duhet ne si LDK me ndërtu një program më të mirë se ai që e kemi ndërtu. Okej. Program, për fillim. Mendoj që kemi pas programin e mirë, më të mirin, por megjithatë kemi ra pak në qatë ngraskën e populizmit edhe disa gjonave sociale cilat... Që në mendoj që programi më të mirë, ka pas LDK. Po e ka pas programi më të mirë, po mund më vonë shumë më i mirë. Që më po kritik që... Me vazhdu, me ndërtu edhe me pru njerës tri ofër LDK-s, sodo që kanë qenë të mirë. Është programi nuk ta se di. Po besoj pajtohemi dytë që nuk është që... Unë pajtohna, po s'mëj me dal pi besimit që ajo është me rujt integritetin e partisë politike. Na duhet me dhonë program të mirë. Për që ata lypën vot për program, na nuk lypën vot për me rajt. Edhe... Po nuk ta diktan votën shumë fatkesish këtë. Për besën e qasin po du me pas që shto edhe me besu në të drejten edhe të miren, e tani në vot, ajo mendoj që duhet me ndërtu një ekip më të mirë, e të mirë ka qenë po me shtif tyra treja, njerës tri aty, më të mirë se unë, edhe e katërta, me bisedu shumë ma shumë me qytetarin në mënyrë sa ma të kuptueshme edhe sa ma të qartë. Dhe me thonë, narrativa jonë me qenë ma e, sepse këtu kemi qalu shumë si LDK,
nuk kemi ditë me transmetu që pikën e parë dhe pikën e dytë, edhe me thjesht, jo me thjesht unë kuptim të keq, po kur ki të bëj me një ekonomist, me ditë me i spjegu edhe problemet që janë të ndonë në arsim edhe në shëndetësi, kur ki të bëj me një frizer, me ditë me i spjegu edhe problemet që kanë në ekonomi edhe në politika tjeshme, po me i spjegu me një pikë që aj me pas kuptim, me i spjegu çka po e pret fëmijën e tij nëse vazhdon kjo politikë, qa po e pret prindin e tij nëse vazhdon kjo politikë, edhe qa po e pret jetën e tij edhe biznesin e tij edhe punën e tij nëse vazhdon kjo politikë, edhe çka mujna me bo na ma mirë. Domthon, mu fokusu shumë a shumë në zgjidhje edhe në ide, e jo vetëm në kritika, por në anën tjetër edhe me tregu që vazhdimi i kësaj politike jo të mirë në afat shkurt kam ja dëmtu jetën atij qytetarit. Normal, në zgjedhjet e 9 shkurtit e 28 dhjetorit, mendoj që edhe LDK-ja apo edhe PDK-ja janë kanë shembulli më i mirë qysh partitë politike duhet me garu me një gjuhë butë të rujt si më thon përçarjen kolektive, të kanë të kujdesshëm ndaj kundërshtarëve politik, me program, me ide, me vizion, me këtë. Edhe kemi pa çfarë rezultati prodhon. Konkretisht, a ka strategji tjetër LDK-ja që ndoshta me thonë, okej, unë kësaj here do të ballafaqoj. Se ndoshta që kjo nuk është që funksionoj të qytetari. Nuk po them që na këtu tash duhet me bë luftë civile, as nuk duhet me sulmu kërkan me koktej Molotov institucionet, po a është dashme u ndrru strategjia e fushatës? Pyetja e mirë. Se që ta thëmë ma drejt për drejti. A di me qëfar kujdesi e shoh, sidomos paraqitin e fundit, e pashe po ta kritikat moja, Bedri Hamzën, edhe Lumir Abdegjikun, sikur e kanë politiken edhe përball Albin Kurtit, edhe qësoj populizmi tina, hala pe trajtojnë sikur me kanë gjuhën që duhet me folë para studenta. Kjo është e mirë, nuk po thëmë që është e keqe, po a vëdhem. Prap kthejna në qatë pikën e udhkryqit, kur jem politik, jemi një parë udhkryq që shumë tronë, duesh me rujt një integritet para një demagogu se për ndryshe tjetërsohesh edhe hen në luftën kuaj gjithmonë ka me të mujtë. Në luftën e ofendimeve, linqimeve, molotovave dhe gurve, na nuk mujna me mujtë Albin Kurtin. Unë e di që sot shumë njerëz besojnë. Mes qasajna edhe du më ta bo krahasimin edhe të deputet LDK-s që unë i vlerësoj jashtëzakonisht. Nuk i vlerësoj për shkak se unë jam LDK, sa që i përkroj politikat e LDK-s, po menoj në qëtë ndërtim ose në qëtë kundërshtimin e narracionit të rrejshëm edhe kësaj propagandës që e bën vetëvendosi. E ki Hikmet e Bajramin edhe ki këtë qikën e re, Janina Imerin, që më rrenën me bon ndryshimin edhe më ju kallëzoj juve që ka dalë se që kjo elektorat që si njerëz po dan, që si profili po dan. Nuk gjojtën, as nuk e sulmun kërkan, as nuk shajten, as nuk ofendun. Po, aty ki të drejt. Unë kur po thas, thëm, na mos me ra me një nivel në të cilin ajo është më i sofistikum sepse e ka ndërtu qatë nivel, gazi lëcjell, zgurt, molotovat, ofendimet, linqimet, rrjetet sociale ku i organizojnë profilet falso me i sulmu se cilin njëre. Por në anën tjetër, ballafaqimin pa tjetër që me bu. Me qenë ma të fort, ma rezistent, si dhe mos ndaj këtyne, me au të regu në ftyrë keq përdorimet që në të i bo, me i të regu popullit konkret, që është 1 miliard euro i kanë qunë rrym, kasasht, shqit, megavati energjis, pse ka ka shumë të ndira një burimor. Krejt të gjana du të me i thonë, nuk po thëmë mos me i thonë, me i thonë në mënyrë sa ma konkrete, sa ma të thjeshtë dhe të kuptushme. Por nuk po pajtohna me njerëzit që thojnë do të me dalë në rrugë sepse kë ka ardhë për rrugës edhe veç me rrugë heket. Nuk menaj që du të njerëzit me i thonë dashni, edhe njerëzit du të me i depolarizu, edhe njerëzit du të me thonë që na nuk jena armiq, na jena kundërshtar politik, edhe na po dojna me nalë një të keqe që jo të ndonë këtë vend. Nuk dijone edhe nuk gjuj Molotov, nuk e bëj atë punë. Kur është dasht me luftu kundër Serbis, është luftu kundër Serbis. Kena fitu në atë luft. Sa dune nuk i këm
armiq deputet e vetëvendosjes. Po. As nuk I gjuj me gur. Por nëse ka raste ku ata vjedhin shtetin, na kena me reaguar, nuk kena me leju këtë cena, edhe a dit kur e fillon votimin. Na ju kemi shkru. Edhe e kanë ditë që në moment që shkon të rundi I dytë, sepse ata janë kujdesa dy pak në vërreshta, na kena me hinë sallë. Okay. Edhe ai votim nuk ish vazhdu. Me bloku, me protestu. Tjetër. Nuk kena shkuna me këshyrat votim për televizionit edhe me thonë le të bojnë ka që dush. Po gjithashtu nuk kena dash me rani provokim të tyne, që na me hi, me bua të nej farë skandali, a I me quta një rastin gjykatë edhe me fitu kohë, që të në kemi fitu kohë për verë. Po, unë e di që qytetarët nuk na kanë votu neve me nej dur kryq, ndaj çdo keq përdorimi. Na kanë votu që me luftu edhe me të tërsu këtë politikë. Veç nuk du edhe nuk pranaj me bua gjana s'lat janë të këshia për këtë vend, që e polarizojnë ma shumë këtë popull, që e relativizojnë rënën edhe manipulimin si proces politik edhe si fjalë politike, ato nuk I bëj. Vjosa Osmani, e pam takimin që kryetari I partisë ju I tha që ke më shumë miqësor. Po duket që është tash nuk e di se s'po kemi informata që ka ndodhur në mbrana në takim, po vullneti për I dy anshëm po jep me lodu që Vjosa Osmani do të jetë në listën e LDK-s. A beson në qëto që ka flitet, që thuhet, prognozat, sa mundet me dëmtu lëvizjen vetëvendosje, sa mundet me nështë sa është fuqi e votës që Vjosa Osmani e qenë LDK, në lëvizjen vetëvendosje dhe tash mundet me kthy prapë në LDK. O mendoj që ka me dëmtu mjaft shumë, po si shdash me umarna me qitë puna, shdash me Zëni Osmani me ndërtu një program të mirë, një narrativ të mirë të popullit me tregu pse kjo që ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë presidenti s'ka qenë e mirë, ajo vetë duhet me tregu. Ajo duhet me tregu pse Kurti nuk e dha edhe një mundësi edhe tradhtoi në mënyrën si e tradhtoi edhe pse kjo është mundu me ndihmu në proces që e thot vetë. Unë nuk kam probleme historike sepse jam I ri në parti edhe nuk kam probleme historike me Zëni Osmani, as nuk kam na I keq kuptim as diçka përkundra Zëni, jam një njerëz që është dekoru prej presidencës, sa ka qenë aty, kam edhe medale prej presidencës. Kështu që unë prej krejt njerëzve LDK mas leti e kam me e marrë në mënyrë shumë objektive këtë rikthim të saj, po them ashtu. Për strukturat e LDK-s cilat kam probleme, është mirë ato probleme I drejtu të Zëni Osmani. Ka paknasi të mëdha. Besoj që ka dhe besoj që normale, por janë paknasi të cilat duhet me u diskutu. Edhe pastaj njerëz në për struktura, votuesi është mirë me pyet, me bisedu edhe me I thonë, normalisht ata mujnë edhe mos me votu për një person të tillë në listë sepse I 10. Por kjo është një temë që duhet Zëni Osmani me sqaru me votuesit e LDK-s. E si sqarohet kjo, nuk është temë që unë do të më marrë me këtë punë. Unë do të më marrë të votuesit e LDK-s me sqaru çka kemi bëna më mirë për ta, për jetën e tyne, për fëmijët e tyne, për të ardhmen e tyne. Kjo është misioni jam personal. Çka ka ndodhur në kalumen, pse ka ndodhur ajo, edhe si ka mu mos me ndodhur ajo në të ardhmen, duhet Zëni Osmani me sqaru me votuesit që kanë qenë LDK, që I kanë nejt LDK-s bujar, që e kanë mbrojt LDK-n gjatë tyne viteve, bukur të vështira për LDK-n. Edhe kjo është një proces që besoj gjaty në ditëve ka me ndodh. Unë nuk e kam asnjë problem me këtë punë. Për mu sot, secili person që vjen në LDK me qëllim që me erëzu këtë pushtet jo të mirë për shtetin e Kosovës, për mu është I mirëseardhën, edhe jam, si me thonë, kisha me qenë I kënaqur që me ardhë sa ma shumë. Jo vetëm Zëni Osmani, por shumë të tjerë. Me u bashkangjit idesë së LDK-s që është rrujtja e marrëdhënieve me ndërkombëtar, zhvillimi ekonomik, depolarizimi I popullatës, institucionet zhvillume, këto janë thelbi. Këto gjëra të tjera mendoj që munden me u diskutua dhe me u gjetë zgjidhje. Ermal, të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ty shumë. Borç, se tash mund të themi që veç po hym në fushat, por me kënaqësinë më të madhe do të flasëm edhe një herë në podcast për temat, vizionin, qëllimin edhe ato që I ke qef që
Megjithatë, fillestar për beson që mund është me qu përpara me apo harin kjo shështi. Faleminderit ty shumë për kohën, për ftesën, edhe shpresoj shumë që shifemi gjatë fushatës për një mision ma teknik, ma shumë vizion edhe ide. Faleminderit, merci.